Pra kreu i juaj, për një jave, për ca ditësh, merë në dorë dosjen Kraksi. E morët vesh ju, dhe mikët mi italian me pyesin, çfarë do kjo dosjen Kraksi? Me ca pyetje shtesë. Kraksi është socialisti që ja mbathi, pasi volli dhe u instalua në Tunizi. Po e dini mirë ju. Edhe këto vizitat e tij në vendet e gjirit duaj se kanë të njëjtin kuptim. Çfarë i duhet dosja Kraksit? Më thoni mua ju. Si ka mundësi që ky të marrë dosjen e Kraksit tani, më thoni pak. Ka mundësi sepse e din që është në rreth të kuq. Është në rreth të kuq nga shqiptarët. Shqiptarët nuk da falin atë. Është absolutisht i pa shpresë. Është bërë famoz. Aktet e tij janë bërë tashmë të njohura në mbar